Zonja Topalli, kënaqësi dhe shumë faleminderit që pranuat ndani me ne disa emocione që jo shpesh janë në media. Jeta juaj private, edhe pse në fakt në 20 vite ka qenë shumë publike. Faleminderit Mariana. Është vërtet ndodh nga një herë me politikanët që edhe pse janë për një kohë të gjatë të ekspozuar dhe personazhe publike, por në fakt jo shumë dihet për jetën e tyre private, gjë që do të thotë njeh politikanin atë që shfaqet në televizor në momente të ndryshme, në rrethana të ndryshme të zhvillimeve politike, por në thellësi cila është ana njerëzore, cila është jeta shpirtërore, cila është bota e tij apo e saj, është e vështirë për ta kuptuar. Ndodh shumë shpesh që të perceptosh një shfaqje të personazhit publik dhe të mos realizosh asgjë tjetër nga ajo që është bota e tij apo e saj. Shpesh jeni cilësuar si zonja e hekur të politikës shqiptare, por pak e din që për të bërë pjesë e politikës dhe deri në momentin që jeni bërë pjesë e saj, keni kaluar një jetë jo të lehtë, për të mos thënë shumë të vështirë. Shkolla, librat, leximit, pasionet e tua, në kohën e diktaturës në fakt kanë qenë jo ashtë lehta për t'u vënë në jetë. Ç'na kujtoni nga regjimi? Për shkak të historisë familjare, përjetimin e shoh në disa faza, në planin familjar, në planin individual, dhe kjo si në periudhën e shkollës brenda qytetit ku jam rritur, edhe në periudhën e punës në fshat ku ishe si gjysmë e internuar, gjë që më ka dhënë mundësi për të njohur jetën e fshatit, vujtjet e fshatarit të asaj periudhë, varfrinë ekstreme, mungesën e ushqyerjes të njerëzve që jetoshin në fshat, mundin e madh të gruas shqiptare, të nanës shqiptare, e të familjes shqiptare në fshat, por sigurisht edhe problemet që kishte qyteti në atë periudhë. Unë besoj se është një jetë që gjithë shqiptarët e kanë përjetuar në gjitha mungesat që sillte mungesën e lirisë, mungesën e lirive në tërësi politike, të drejtave të njerëzit e tjerë, por mungesën e bukës. Dhe kur them në mungesën e bukës për shqiptarin, kjo është, ose në urinë që ekzistonte në të kohë, kjo është dëmi më i madh që ajo periudhë ka bashkë shoqërisë tonë. Për sa i takon jetës time familjare, pavarësisht nga vujtjet e familjes, nga burgjet dhe internimet, dhe dënimet me ekzekutim brenda familjes time, atë njerëzit mi më të dashur që kishin studiu. Për shembull, do të them që në familjen time Xhaxhai, për shembull, ka qenë një nga frymëzimet e tua, keni rrëfyer. Ka qenë ndër njerëzit më të dashur dhe nga edhe sot që jam pas 20 vitesh në politikë dhe që kam këtë moshë, vazhdon të metet një ndër illujt e jetës time, një personazh cilin do doja ta imitoja, ose më mirë të isha një shëmbulltyre e modelit tij, por që më duket që sa arri. Do them që gjyshi jem ka pas 5 fëmijë, unë kam pas 2 halla, 2 xhaxhallar dhe babain. Ai për shkak të pozicionit dhe mundësive ekonomike që ka pas, familja jeme vjen nga babai flas gjithmonë, ka qenë shumë e pasur, por edhe shumë të shkolluar. Gjyshi im ka qenë Këshillin e Lartë të Shtetit në vitet 23-24, ka qenë senator, ka qenë njeriu që ka përshëndet Parlamentin e parë të Shqipërisë, seancën e parë të Parlamentit të parë të Shqipërisë, do të ketë qenë burr shumë i meqëm, ka qenë i shkolluar, shkollën e ka bërë në Stamol, dhe pastaj studimet i ka vazhduar në Vjenë, do të ketë folur të paktën 4-5 gjuhë të huaja. Shumë i matur, unë di që babai dhe xhaxhallarët alluroshin dhe në tavolinën e tyre rritet gjithmonë fotografia gjyshit, unë isha krejt e vogël, dhe kuptoshe përveç dashurisë dhe respektin që ato kishin për baban. Ky kishte 5 fëmijë, dhe ato qysh fare të vegjël i ka çuar jashtë për studiu. Në qoftë se ky dhe vllai i tij kishin studiuar në Vjenë, i vllai për inxhinieri dhe do ishte inxhinieri i parë shqiptar në fillim fare të shekullit të kaluar. Fëmijët e tij i çoi në Itali për studime,
Babai ka studiuar në Brescia për ekonomi, njeni Xhaxha ka studiuar në Torino për jurisprudencë, Xhaxha tjetër që unë doja shumë ka studiuar në Rom dhe ka marruar në Rom për jurisprudencë. Dy hallat e mia kanë studiuar në Venecia, po kanë shku të vogla fare derisa kanë bërë kolegjet aty, atë që po quajmë liceun, maturat dhe pastaj universitetin. Që të dy xhaxhallarët e mi që ishin 30 vjeç janë dënuar për shkatim. Ajo që mendoj unë sot si nën dhe e kujtoj 1000 herë është mendoj nana atyre, çfarë ka menu kur ka pa 2 fëmijë 30 vjeça të studium, të lexum, njerëz që e doshin vendin e tyre dhe ishin në pjesën e listë shqiptare të asaj periudhe një Shqipërie që ishte analfabete, në fakt ti shofish të dënuar me pushkatim. Pastaj atë vete kanë internu, babajnë e kanë dëbu nga Tiranës, familja ime ka jetu në Tiranë, i dëboj nga Tirana, babajnë e hoqën nga banka, punote në bankën e shtetit se ka qenë një ndër themeluesit e bankës shtetit. Po ashtu edhe hallen time e internun dhe kjo ka qenë jetë atyre. Unë kam lidhur në diktaturë si gjithë tjerë dhe ime bi bën një pyetje. Thot nuk pyes për ty, thot, se si e ke përjetu atë moment, se ti ke lindur në atë sistem, s'ke njoft sistem tjetër, je rrit në atë sistem dhe s'ke di gjë tjetër dhe nuk është se duhet ta kesh vujtur shumë. Ajo që unë nuk kuptoj, prindnit tuaj që kanë jetu një jetë në liri, të shkollum, të mirë të lexuar, të kultivuar dhe pastaj që përpunojnë, baba im ka përpunuar, e kanë qenë në fund të jetës tij në një fabrikë si hamall për të bajt arka etj, ndërkohë që xhaxhallarët e mi pastaj kanë hyrë 30 dhe kanë dalë 60 vjeç nga burgu. Ata kanë jetuar, baba im dhe nana jemi ka marrë në familjen tonë dhe unë jam rritur pastaj me ta. Dhe i kam dashur shumë. Ata më kanë mësu, qysh e vogël gjuhë huja, më kanë mësu përmendsh poetet më të dashur italian, sepse literaturën italiane ato kishin si në ADN në tyre dhe kanë punu me mu, edhe me motrën, edhe me vllën. Në gjithë vuajtjet e familjes, në një farë mënyrë edhe pa e kuptuar, në fakt i ndjejnë dhe i përjetojnë edhe fëmijët. Çka ndikon edhe në karakterin e secilit prej nesh? Sa ka ndikuar kjo tek ju? Po është në natyrën e njeriut që ta refuzosh së pari pa drejtësinë dhe të kërkosh që gjërat të bëhen ndryshe. Në këtë kuptim, kur filloi lizja në vitin 90, unë bashkë me tim shoq, ne kishim vajzën krejt vogël, disa muajsh, ne ishim kudo. Kujtoj përpara 2 prillit, një ditë përpara zhvillohej një protestë para komitetit partisë në Shkodër, po ishim një numër shumë i vogël njerëzish, dhe unë isha aty bashkë me tim shoq. Të nesërmën pastaj ndodhi ajo që ndodhi, kemi qenë bashkë kur është bërë lëvizja para antikomuniste dhe gati një vit përpara se fillonte në Tiranë, është bërë në Shkodër për të rrëzuar Stalinin. Kujtoj 2 shoqet mia të gjimnazit që ishin në organizatore dhe në të parat në rrëzumin e bustit të Stalinit dhe i futën në degë të brendshme dhe i torturon. Natyrisht janë gjëra që mesin brenda ndërgjegjes, memorjes, kujtesë dhe sigurisht janë një reagim i fortë, si edhe një reagim të fortë. Në këtë kuptim, ndoshta unë ishte paracaktuar që unë të rreshtosha në një forcë politike dhe nuk mund të ishte tjetër përveç se Partia Demokratike, ku pastaj më kam ndërru që më ka caktuar deputete edhe kam qenë përfaqësuese e qytetit tim prej 20 vitesh. Do unë shfrytëzoj këtë rast për të falënderuar shkodranët e mi që më kanë zgjedhë dhe më kanë mbështet dhe 20 vite rresht pa ndryshuar asnjëherë as qytetin e zonën time elektorale. Për të ardhur më vonë pak te kjo jeta politike, angazhimi juaj, ja, u ktheva pa dashte politika, dua iku nga politika. Ndërkohë, në fakt, ju e keni vuajtur dhe vetë personalisht pjesën e regjimit komunist. Ju mohuaj drejta e shkollës për pak vite. E vërtet është, po kjo s'është asgjë kur mendoj torturat që i kanë bërë njerëzve të mi. Ato i kanë marrë në torturat më të egra. Është interesant se nuk flitshim jashtë. Pavarësisht se në qytetin tim kishte një ambient që ishte antikomunist, por po të flisje sigurisht që përfundoi edhe herë brenda.
por ne edhe pse ishim fëmijë të vegjël, ato fliqin krejt lirshëm me njëri tjetrin apo me miqtë e familjes tonë. Dhe kështu që në këtë kuptim ne dishim të ndanim se çfarë flitej brenda familjet dhe çfarë nuk duhet flisim jashtë familjet. Dishe një gjë, kisha kuptuar një gjë në mënyrë të pandërgjeshme ndoshta, që unë do të isha më mirë shkollës që të pretendoja, që të kisha drejtën për me pretendu, edhe pse dija që s'do të kisha ndonjëherë një përgjigje pozitive për të vazhduar studimet. Ajo që unë jam mirënjohës familjes sime është se ato krijoshin një ambient shumë të qetë, kam pas një ambient paqet në familje, kishte gjithmonë humor brenda familjet, edhe pse s'kishim nga njëherë, edhe pse nuk kishim bukë për me hangër të nesërmen, ne kishim një shtëpi të madhe, kishim oborre, kishim korridore, kishim çardak, kishim rrugicë, mlidheshim gjithë fëmija, loshim, bëshim gara, më pëlqejte sporti, vllai ishte sportist, edhe unë më pëlqejte sporti pavarësisht se s'u bëna profesioniste. Më qoshin me mësu kitar, shkoja në shtëpi pionierit, i bija kitar, merrja pjesë në festivale, pra jeta ka qenë e gëzueshme. Pavarësisht gjithë vuajtjeve, ju kishit dy pasionet dhe që i kërkonit në një farë mënyrë. Sporti, si çdo fëmijë, leximi, kitara, si që të kapnim libra. Në shtëpi kishim një bibliotek, kishin met, pavarësisht se kishin konfisku çdo gjë, kishte met një librari. Se këto kanë pas librari shumë të mëdha brenda familjes. Për shembull, më mend, isha 12 vjeçë dhe më ra në dorë libri Via Colvento me personazh Rosella O'Hara. Ishte një libër ishte italisht, 1000 faqesh, e kujtoj që kam ndaj pafjet gjithë natën, gjithë ditën derisa amarova dhe u kënaqa krejt. Dhe pastaj shumë libra të tjerë, Adio Kira ishte i libër tjetër shumë interesant, të cilën unë ma vonë kur marrova gjimnazit, dhe s'më lanë drejtën në shkollës, nuk më lanë as punë, fillova dhe përktheva, edhe pse ishte 1000 faqe, për çefit tem. Kisha një fjalor të vogël të Kordigjanit në italisht, kur s'dishe ndonjë fjalë, shifshe fjalorin edhe zia edhe kohën dhe më dukej sikur po bëja diçka dhe isha dobishme, si çdo njeri që kërkon që të ketë një objektiv dhe të bëjë diçka. Pse, do të thënë, ishin familja që më orientoi edhe drejt kitarës. Unë nuk isha talentuar fare për muzikën, edhe pse gjithë natën rrishe me radio nes duke një muzikë, hit parade etj. Por se ti duhet kesh edhe një kulturë muzikore. Do të thënë, ato përpiqeshin që të na kultivonin edhe ato lanë që nuk bëshin në shkollë, për shembull, histori, artit të tjerë, ne kishim aty Garzantin, libra nga më të ndryshëm dhe ato flisim vazhdimisht për piktorat më të mëdhej, për historinë e Italisë, për historinë e Shqipërisë, ose dëgjoja që si gjykatësi është aq i rëndësishëm sa mund të fusin në për ministrin. Unë këtë se kuptoja, se ishte koha diktaturës, dhe ato që ishin qeveria dhe presidiumi të paprekshëm. Po, edhe ishin të paprekshëm. Dhe unë se kuptoja këtë logjikën se si një gjykatës mund të fuste në burg ministrin, ai fliste për sistemin që dinte, njihte dhe për cilin ishte dënuar, se kishte besuar në të, ndërkohë që unë jetoja një realitet krejt tjetër. Dhe natyrisht këto ose përplasjet asaj që dëgjoja në shkollë dhe të realiteti që jetoja dhe mini realiteti që kisha brenda familjes më krijonin nganjëherë një moskuptim që pastaj duke u rrit dhe duke e kuptuar gjithmonë edhe më shumë. Do të them edhe një element për shembull. Kujtoj që mësuesja na dha në shkollë kur isha vogël, krejt e vogël, për literaturën dekadencën në literaturë dhe ishte për Dostojevskin, edhe unë vana një përmbledhje se pse ishte dekadent Dostojevski. Edhe pyesi thamon, a kam ba mirë i thamon këtë përmbledhjen? Dhe ai më dëgjoi dhe mbani një pyetje, isha 12 vjeçe. Po tha, ti e ke lexuar tha Dostojevskin, këtë libër Dostojevskin? Jo, i thash, unë se kam lexuar. Po si mund të flasësh tha ti kur se ke lexuar Dostojevskin dhe t'japish mendimin? Dhe unë sot jam kaq dhe nuk e harroj asnjëherë se unë ndjeva aq në faj, jo në faj, po në mungesë formime, që ti të gjykosh një shkrimtar se kishe lexuar një përmbledhje dikon dhe ti bëje përmbledhjen e përmbledhjes dhe të nesër do recitosh në shkollë se ky shkrimtar, një zheni,
të gjikohej si ishte dekadent nga një fëmijë. Zonja Topalli, pasi përfundua gjimnazin, ju është dashur të punoni, u detyruat në fakt të punonit në kooperativa, po si ka qenë momenti i parë që ju keni mësuar që ju është dhënë e drejta studimit? Si keni përjetuar, si keni shijuar? Fillon ndryshime dhe unë çdo vit bëshe kërkesën për shkollë të lartë. E sigur që merrshe përgjigje pozitive, por në vazhdoshe si automat. Vazhdoshe të bësha kërkesën. Nuk ndalonit. Ndërkohë në vitin 19 bëj kërkesën dhe i del përgjigja pozitive gjithë shoqeve të mia që kishin të njëjtat probleme si unë, që kishin qenë nxënësit mia, mu përsëri jo. Aty jam mërzit. Jam mërzit sepse vetëm unë bëja përsëri përjashtim. Atëherë mas 2 muaj bëra një kërkesë tjetër për shkollë natët, matematik. Kupton ti matematik natën? Edhe më thane që, më thane, do japish provimet në Tiranë. Vitit parë Universitet të Matematikës. Kishe gati 9 vite shkputje, apo më shumë kishe vajzën e vogël. Dhe unë punoja natë e ditë, për të marrë provimet kur s'merr qas leksione. Kam luan provimet të në Tiranë me profesor të shkëlqyshëm të Fakultetit Tiranës, kam nxjerrë mesatare në mi-9, dhe në atë kohë ishte një rregullore, që në qoftë se nxjerrë mesatare në mi-9, ti mund të regjistrohesh ditën. Kështu që unë e kam fituar me mesataren që zora drejtën me vazhdu ditën dhe pastaj kam vazhdu Universitetin për Matematikë. Si ka qenë mbështetja bashkëshortit dhe momentet kur u njohët dhe u martuar? Po ne jetoshim në qytet, ishim një lagjë. Dhe ne kishim njohje. Përveç se ishim komshi, kishim edhe i lidhje, edhe prindrit njifeshin, kishin miqësi. Po pa mbështetjen e tij unë s'do kisha realizuar asgjë. Po jo vetëm ti. Prindët e tij kanë qenë njerëz shumë të rrallë. Jati i bashortit tem ka qenë erodit, shumë i lexuar, i kulturuar, njeriu më njerëzor që mund të kemi taku në jetën time, që se kam dëgju kur të thot një fjalë pak të rëndë për dikën. Kur? Kurse mamaja bashortit ka një gru zemërgjan, aja më thote fëmijët ti majon ecni përpara, ti mëso. Fëmijët kujdesem unë, ti maj më mirë se sa ti vazhdo punën tuaj. Simpatike, zemërgjan, e sakrificë, shumë e veçantë. Pandimin e tyre unë as do kisha marru shkollën, e aq më pak do isha marrë me politikë, apo do kisha gjithë këto vite për kushtimit në këtë fushë. Kështu që unë jam shumë mirë njohës atyre, por pa tjetër pa mirë kuptimin e bashortit, do kishte çdo gjë do kishte qenë e kotë. Ai kur nuk ma ka prish, kur nuk më ka tregu një shej bezdijet, sepse unë kam mungu në shtëpi. Unë kam mungu për kohë të gjatë në shtëpi, afër fëmijëve, nuk kam qenë si mamat e tjera që rrinë afër fëmijës, bëjnë të torqin dhe kthehen të shtëpia, bëjnë punë të shtëpisë, merren me fëmijët, rrinë me ta, flasin, shohin televizor. Unë kishe 24 orë, sepse takoj edhe i periudhë shumë e vështira jo 97, kështu që por ai kur nuk më ka thënë se kështu nuk vazhdot kur. Keni 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Në fakt, si ka qenë momenti i parë ku keni marrë në krah vajzën tuaj, edhe pse e dim që ka qenë edhe një ditë e vështirë pak orë më vonë për ju. Në fakt ka ndodhur të njëjtën ditë, kur unë prisja që do linte Megi, ndërkohë baba imi ishte i smur. Vdiq babai, priçej që të bahej varrimi, ndërkohë që Megi do delte në këtë botë edhe më mështru me njëherë në maternitet. Sigurisht që ka qenë një përzirje ndjenjave të fuqishme, një gëzimit të linjës së fëmijë. Kujtej kur më kanë sjell Megin të koka, kam sjell kryt për ta pa, ku thash qenë ka si tonçi, sepse kishte krejt sytë e babait saj. Ndërkohë, ishte tamam momenti kur makina me arkivolin e babait kalon të tamam përpara spitalit ku unë ishe shtrume, tamam nator. Është ba varrimi dhe kur a ba varrimi kanë shku në shtëpi dhe i kanë thënë nënës time që Inci ka lind një vajzë. Dhe ajo shumë e fortë i ka thënë tashti do të qesim kafen për gëzimin që na ka në shtëpi. Kështu është jeta.
Jeta e tillë është cikël. E fillojmë dhe e përfundojmë, por një moment shumë i gëzuar ka qenë edhe ardhja në jetë e djalit tuaj. Sigurisht. Ai ka në jetë, mëse unë kam marrë universitetin për matematikë, sepse dhe ka një diferencë 6 vite me Megin. Po ndoshta me te kam hyrë në hak më shumë se me të gjithë tjerë, sepse kur unë kam fillu si deputete, ai ishte 9 muaj. Unë e leshën Shkodër, në atë kohë jetoshim Shkodër, bëshe 4 orë marë në Tiranë, pastaj nga Tirana do moloshe, do shkoshe në Kuks, në Vlorë, në Korçë, në Ersek, shkoshim gjithandej, çdo ditë lëvizshim. Kështu që dhe kur në 2013 ne ikem nga pushteti, djali ishte 18 vjeç dhe nga 9 muaj në 18 vjeç, ai ka pas nënën gjithmonë pothuajse të mungume. Këto vite kam dhënë shumë më tepër me te, por të shtjella ai vazhdon studimet, ka zgjedh një deg shumë të mirë, shumë vështirë. Unë uroj që t'ja dalin man. Zonja Topalli, ju keni vendosur të bëni pjesë e Partisë Demokratike në një moment shumë të rëndësishëm. Ka qenë viti 96 dhe 97. Çfarë ju shtyll? Asgjë, unë nuk doja me hyrë në politikë. Unë në atë kohë... Si jeni gjendur në Partinë Demokratike? Në atë kohë kishe marru shkëlqyshëm për matematikë, më lanë me ceremoni diplomën sepse nxora rezultatin më të lartë. Ndërkohë fillova kot për qef edhe juridikun, po që mu dukte një gjëra që thjesht në krahasim me matematikën, sa thoja si ja vejnë emrin universitet dhe këtij. Edhe isha bërë kancelare në Universitetin e Shkodrës, jepja dhe mësim aty, ditë bukur, po kishin fillu prej muajsh dhe më thoshin pse nuk angazhosh në politikë. Unë angazhume isha po s'dosha që më pëlqente jeta akademike. Ai thash jo, nuk du. Më thanë ato dekës Shkodrës, jo, i thash nuk du, unë jam shumë e kënaqur këtu, unë e PD-s jam, s'mund t'jem tjetër kënd, përveç se unë ne këtu jemi të gjithë, po unë s'du t'angazhohem. Derisa i ditë bukur më erdhe në shtëpi, duket në atë kohë ka qenë Alis Pahia, deputet i Shkodrës dhe kryetari i grupit parlamentar dhe bashkë me zotin Arnori, kanë thënë zotit Berisha që ne mendojmë se ajo do t'jetë deputete dhe në atë kohë presidentit Berisha të qoj në shtëpi xhaxhajnë e burrit që punonte në presidencë, o do pranoshe o nuk ishte. Përfundimisht më erdhi turp nga vetja që thosha, okej, thash. Pranova dhe nuk po kuptoshe se ku po hyja dhe ku do delja. Por një gjë kam bërë që kam qëndru, jam përpjek që vitin e parë të flisja sa me pak, që të kuptoja sa me shumë, që të mos gaboja shumë, dhe besoj se kam bërë mirë, pastaj 97-ën gjërjet shkuan ashtu si shkuan. Ai ka qenë momentin në të cilin unë realisht e kam ndjerë brenda që tash duhet të jem e angazhuar tërësisht. Si ka qenë momenti i parë i takimit me Sali Berishën, liderin historik të demokratëve? Si e mbani mend? Duhet të qenë në një takim që është bërë, zoti Berisha ishte president, unë isha në parlament, s'kisha asnjë lloj lidhjet, pavarësisht se ishte... Duhet të qenë një pritje që zoti Berisha ka lanë në presidencë dhe unë aty e kam taku më afër, ndërkohë që hera parë që e kam taku ka qenë fushat elektorale të vitit 96. Ai s'mifte, unë s'mifja, isha shumë emocionume në fushat. Pastaj shumë pak kanë qenë marrëdhëniet me presidentin Berisha. Natyrisht, pastaj kur zoti Berisha dha dorëheqjen si president dhe u kthy në Partinë Demokratike, aty filloi bashkëpunimi. Dhe kur më ka propozu për herë të parë për qenë kryetare e partisë, kam thënë nuk du, nuk e baj, nuk di, nuk e baj, nuk mund dhe tjerë. Si e keni prit këtë? I thoshe jo, nuk mundem me e ba, nuk kam unë atë eksperiencë që sa ta bëj një gjatë tillë, gjej një tjetër që kotë të tjera, tjere. Edhe në mbledhjet të Këshillit Kombëtar që është jam çuj, kam thënë nuk e pranoj. Okej, tha, nuk e pranon. Pastaj kujtoj është ngrit shumë kolegë që i kam pas edhe me vonë në parlament dhe janë shumë lidhë Këshillit Kombëtar, ti duhet ta bash, ti s'ke pse refuzon. Kujtoj Leonardin që insistonte, Leonard Demin që insistonte, kam thënë një po. Qelçova dhe pastaj thash, o zot, a do di me e ba? Keni qenë gruaja e parë që keni drejtuar parlamentin, por në këto 27 vite dhe e vetmja që keni qëndruar për 8 vite. Si e mbani mend këtë eksperiencë që në fakt ka ndikuar dhe kanë qenë ngjarje shumë të rëndësishme edhe për Shqipërinë?
Po është eksperiencë e jashtëzakonshme, është një privilegj për cilën unë jam mirënjohëse. Njerëzve që na kanë besu, Zotit Berisha që ka pranu që t'jem kryetare kuvendit, të gjithë bashkëpunëtorëve, kolegëve të mi që kanë pasur në komisionet parlamentare, të cilët më kanë mbështet, edhe atyre që më kanë kritiku, se vetëm më kanë dhënë një eksperiencë unike në dhojën e vetë. Kena ba lobing pa fond dhe ja kemi dalë shkëlqyshëm, qoftë në lobingun që kemi ba për pavarësinë e Kosovës, për liberalizimin e vizave, për marrëveshjen asocim stabilizimit, për ratifikimin e traktatit për hyrjen e Shqipërisë NATO, ja kemi arrit shumë gjërave. A mund kishim bërë më shumë ndoshta? Janë 20 vite në politikë, duam dhe s'duam, po të rish gjithë ditën me kolegë deputet, kryon edhe miqësi. A ka Jozefina Topalli miqësi me deputet, miqësi dhe familjare? Ja. Janë shumë kufizuar. Shumë, kam. Mund të themi sot emër? Arinca Troshani është një mike e shtrejtë e imja. Ka qenë deputete, ka qenë ministre, është një lloj gjithmonë e vërtet, pa hile, dhe shumë e ndershme në kuptimin raport me punën dhe me njerëzit. Me të takohemi shpesh, vinë bashkë me familjen e saj, me bashortin, Po me Berishën keni krijuar afrimitete familjare? Një respekt i jashtëzakonshëm për Zotin Berisha, për bashortin e Zotit Berisha. Unë kam qenë me fat që kam pas mundësi për një kohë aq të gjatë me bashkëpunu me politikanin më të votuar nga shqiptarët në rajon, për kohën më të gjatë, të mundshme, për njeriu që drejtonte ndryshimin e sistemit, për një reformator të jashtëzakonshëm në fakt. Është reformator në thelb Berisha. Sa që liberal, aq është një reformator i jashtëzakonshëm, që ka kalu provat më të vështira që një politikan mund të kaloj. Është shumë interesant si fenomen Zoti Berisha. Nuk besoj se do i kthehet Shqipërisë për i kohë shumë gjatë një politikan i kalibrit të tij. Do ta jetonit edhe një herë jetën tuaj në politikë, do me thënë, keni pishman, keni diçka që ju ka mbetur peng, e keni bërë, se keni bërë? Ka shumë gjëra që mendoj që ndoshta mund të ishin bërë ndryshe. Po jo peng, jo, unë kam qenë me fat. Mund kishin kënë shumë të tjera në vendin tim. Jo se kam kënë as me zoja, as me veçanta. Mund kishin qenë të tjera në vendin tim, po ashtu dhe ndoshta mund ta kishin bërë edhe më mirë. Në këtë kuptim kam qenë e privilegjuar. Ka qenë një shkollë e madhe politike për mua, ka qenë fat se kam njoft politikantë më të mëdhenj të globit. Ka qenë një emocion i veçantë kur Hillary Clinton ka në seancën plenare dhe ka marrë fjalimin në 100-vjetorin e pavarësisë, dhe pastaj që më kapte dorën dhe nuk më lëshonte dorën, unë du me të nimu ty, ti du më telefonosh mu vazhdimisht për çdo gjë që do kesh, unë du me të mbështet ty. Apo dreka që shtru këtu, kur Bushi erdhi dhe shpalli në zyrën e Berishës që do realizohet pavarësia e Kosovës dhe ju do jeni antar të NATO-s. Në drejk unë kam qenë me te dhe kam pas mundësi 2 orë me folë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe ai do të thënë, unë kisha një perceptim timin për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pas një bisede 2 orëshe krijova një përshtypje krejt tjetër, një njeri thjesht dhe bisedon të thu se ne kishim qenë shok gjimnazit bashkë. Fliste për vajzat e tij, fliste për nënën e tij, fliste për ekipin e tij, fliste për Kondolisa Rajzin, dhe mu më trajton të atu se unë në njifsha prej vitër George Bushit. Zonja Topalli, do doja të kthesh edhe një herë tek fëmijët e tu, sot ata janë të rritur, janë mosh madhore dhe nuk e di, a kanë dëshirë ata të ndjekin pasionin tuaj për politikën? Se di, nuk vajza është e fokusuar në studimet. Do të thënë, është midis punës që i bën dhe jetës akademike, ndoshta anon më shumë nga kjo e dyta, kurse djali vazhdon studimet.
ai është më shumë për politikë. Ai e ndjek çdo sekond sa i them mos hum kohë ti vazhdo studimet tuaja, se për këtë punë jam unë këtu, mos harxo ti më shumë kohë, pa ai nuk rrin rahat. Edhe në WhatsApp më shkruan më ndjek në çdo sekond mam ta kështu, mam nolli kështu, mam si e shpjegon këtë, mam pse kështu. Bën edhe vrejtje që të dy. Edhe për Kush është mamën. më kritiku nga ata? Vajza apo? Ja, djali nuk më kritikon, më del zot gjithmonë, edhe kur gaboj. Kurse Migi ma thot cop, edhe kur nuk ka dakord. Jo, mam nuk është kështu, jo, mam nuk duhet kështu, jo. Zonja Topalli ishte kënaqësi. Edhe për Faleminderit. mu, Mariana ju uroj shumë suksese. Faleminderit.